Shikues të nderuar, mi mbrëma dhe selamu alaikum dhe mirë se takohemi në emisionin Rruga e Ndriçuar me profesor Dr. Shevçet Krasniqin. Si zakonisht, ky emision është i drejtë për drejtë dhe i hapur për të gjithë dëgjuesit dhe shikuesit tanë që dëshirojnë të jenë pjesë e këtij emisioni duke bërë pyetje përmes linjës telefonike dhe njëkohësisht me SMS. Selamu alaikum Misreve. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirësegji. Ata me së dashur, numri i emisionit është në ekran dhe mund të telefononi për të bërë pjesë e emisionit Rruga e Ndriçuar me profesor Dr. Shevçet Krasniq, dhe kështu që pa humbur kohë do të vazhdojmë të inkuadrojmë telefonatat tona të radhës. Me të parën, selam aleikum, mi mbrëma, përshëndetje. Nëse po dëgjohet telefonata, nuk po dëgjohet, atë shkojmë tek pyetjet me SMS. Derisa të vijë telefonata tjetër e radhës, ku thotë selam aleikum për ju dhe për hoxhën e nderuar, thotë për çështje fetare, nuk i vizitoj shumë farefisin këtë rast migjën apo djemtë e migjës, për shkak se duhet të flas për dore grave të tyre. A kam të drejtë apo jo? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fillimisht të falenderojmë të madhen Allah për çdo mirësi dhe çdo begati. Salavat dhe selam i dërgojmë të dashurit e tij, shokëve, familjes së tij dhe të gjithë atyre burrave dhe grave të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën atij burrit të madh derisa tek kësaj dite, edhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj Allahu i madhruar na ka obliguar në shumë ajete koranore ruajtjen e lidhjes farefisnore. Dhe se rrugja mbajtja e lidhjes farefisnore konsiderohet për adhurimeve më të forta të Allahu. E që në fakt është punë e lehtë për savape shumë i madh. Po mund të vështirësohet ndonjëherë, e që është për qëllim apo në rastet kur je i sprovuar me dikën prej tyne. Por tani këtu del ajo madhështia e jote si burr ose madhështia e jote si grua, si motër, që përpas që ruan lidhje farefisnore me ata që i dën dhe të duan, i respekton dhe të respektojnë, të e ruan lidhjen farefisnore dhe me ata të cilët as nuk i dën, as nuk duan. I respekton, për nuk të respektojnë. Madje të keq trajtojnë. Që dytën ngritesh më shumë. Tregohen vlerat tua. Për atë Ebu Dharri radiallahu anhu në hadithin e gjatë, ku thotë emrani Khalili bi sab'in, më ka urdhëruar mua i dashuri im, ka fjalën për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për 7 gjëra. Ndërto thotë wa an asil ar-rahima wa in adbarat, dhe që ta ruaj lidhjen farefisnore edhe nëse ata më kthejnë shpinën. Kjo më kthejnë shpinën mund të arrijë deri tek leqitja, deri tek me ta mbyll derën, deri tek me të prezon, deri tek me të thonë çfarë lip fjalë, çka lip shetane. Por ti Islamiyas në barë, por ti për hatër të Allahut. Për hatër e se Allah ta ka bue vëllai e migje daje. E tani ka në herët daje në migje ki budal, s'ki kitë meqëm, nuk kitë meqëm. Budal në të kuptim njerës cekt, njerës të cilët e kësjuri interesin. Njerës të cilët preken për 2 fjalë. Të në cekt. Ryshe, lidhe farefisnore është të madhe.
Nuk bën prishet njeriu të bie viktim i fjalëve të një gruaje, fjalëve të një fëmijëve, ose të një shakaje që bërëm dikon atje. Lidhja profesionore është më e madhe. Pra, ka mundësi më ftof, e vërtet. E bën vëllau një veprim, ti nxateje. E bën motra një veprim, ti nxateje. Madje kanë herët duket se është kundër teje. Doja, agja. Që është e natyrshme njeriu vetiu të preket, se njeriu është krijesë sociale, krijesë emocionale, ku nuk mund të shmanget emocioneve, s'paka për momentin, nuk mund të shmanget ndikimeve të rrethit, por me kohë imun ato. Thot mirë s'ka bo, por s'ka der vlla kam. Mirë s'ka bo, por s'ka der daje kam. S'kam ku e qaj. Tani, kështë e përgjithshme, thash këte, pa dash me marrë kohë, por jemi këtë kohë ka vuajmë këtë çështje ne. Jemi këtë kohë ka vuajmë. Sepse nëse i hymë popullet shqiptar tek lindë tek Perënda, kam fjalë lindën për verin juk, për lindën Perëndim, me Kosovën, me Shqipërinë, me Ketrojt shqiptare, shtetin e madh shqiptar, të pakta, ekstrem të pakta, janë ato familje të cilat nuk janë të prishura me dikend. Apo, pajton? Kë interesante shqiptarët është. Madje, edhe me dhimbshme është kjo, kur e gjenë tek namazlit, tek fetarët. 5 vaklit. Jo është i vrashde, jo është, për që është i vrashd? Për që është pianec. I vjera alkohol të dera, kur të ishte të vjera raki, vjenera, të në zafrimen. E lunë bigjaz, ku ta dion, krejtë mu me ndiku që ti nuk e dënë. A mu nuk mu i leqitën se kam temin që kam i ba. Mini mumi një selam ja dhamë. Mu interesu që është, të kështë. Sepse është pjesë e lidhës farefisnore. Dhe Allah më ka obligu me rujt lidhën farefisnore. Mirë. Në anën tjetër, nëse antarët familjarë, dikush pe antarëve që kemi obligim me rujt lidhën farefisnore, bëjnë harame. Për shambull, kemi problemin të ashverës, është problemi i madh i dasmave. Ku martohet vlla, martohet motra, vlla marton djalin, motra marton djalin, agja marton djalin, miku e marton djalin e vet atje, ose ku ta diun e thirr gruan, thirr ty, lidhe të cilat s'u shmangesh. Dhe aty bëhet haram. Haram i madh bëhet aty. Ta është jam mes dy çështjeve. Këtu meset ti përfshtirë me gjetë. Pyetje mire ke mesi këto, është i vështirë me gjetë. Mesin, dhe të mënu me të butë kësa raste, po që se nuk kupton fare. Për shembull ka vllai i cili thot motrës, që ti a falesh, as falesh, a ka numre, ka në haxh, është punë për ty motër. Unë po të kallëzoj diçka. Ti mos e mëson që bëjnë në dasmën. Ti nuk vjen darë së më temë të vllai ki derën, mshil derën kiamet. A ka kësi vllai që thot? Ka bërë, ka të lukë, që s'ka dyja, to ka qka s'man. To ka qka s'man, to ka. Në kësa rastet është, motra e shket fetarisht e ka haram e shku. E ka haram e shku. Nuk mund shkojmi ne t'i bëjmë zotit tonë haram. Në dasmat të cilat bëhen në shoqëritë tona kosovare dhe shqiptare. Aty zbret hidhrimi Zotit. Me bëmën zandeka në atë vend është rrezik i madh, quhet vdekje e keqe. Qysh me shku muslimania apo muslimanat të vende aty? Po në anën tjetër, apo thënë ju që, pra po thënë ana, fakt po thot Zoti, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ruajtja e lidhjes farefisnore është vajib, atë që bëu mesin. Kësa raste, ke mundësi me bindë, do të mundu me bindë vllahun e motrën e të tjerë, se nuk veone, elhamdulillah. Po nëse është s'ka ishmer është i vrasht,
dalën të ke mesatarja, atëherë, që shkon në fillim, sa me të paj, në dhëratë të henke dirë del në dirë, ik. Ose, shkon në fund krejt. Ku e dinej, ku shkon fillim, ku shkon fund, darësëm, lëmshë, darësëm më më, këtë pështëll shkon. Tamam? Dhe atë, kështë për rjashë pres njerëzë, kështë për cilë, kështë për qep, kështë për shkëmbajnë, kështë ande dhe hik. Mës të shofin me lachet e Allah në atë salë atë ku i bëhet haram zotit prej as dherën zhë. Mës të shofin me lachet e Allahut. A ka dallimi se bëhet dasma në bërë? Disa të bojnë në bërë, po i bojnë pothuajse njëjtë sikur se në restorant. O, ndash bënë në bërë, ndash bënë në xhami, ndash bënë në kish, ndash bënë në restorant, ndash bënë në mal. Me rëndësi është formën që shë bënë. Nëse darsma tona të cilat bëhen deshen, motra tona deshen, gati ka i deshen. E burrat e huja të, e dradhav, e valzav, e raki, e mërzik këpqillit, që kalëzëm të mu që të vesh një element ama të islamit që atë. Vesh një shaj që këta dalon që musliman. A ka diçka? Asë gjë. Asë gjë në ka këtu. Emrat ndoshta. Pa emrat nuk po duken ato. Mërë qatë farë filmi, qatë farë... Po, dhe që dikon në Kinë, që në Amerikën Latine, që në verit, njok, lësho, a beson dikosh që ata janë muslimana? S'ka dhe më të bëjmë islam, mas gjante. Dhe të mjutu të zotit një muslimant. Njerëzët le të përmirësohen. Dënjaja është prish, a mu edhe ndreqet. Edhe ndreqet. Gjenerata jonë ishtë duke i vuajtur të pasoja. I kemi vuajtur unë e ti, dhe një pjesë e madhe jonja, mas 2 mishes këtë pasoja shumë, por a ka fillu sa da pak mëzbe? Lutëm. Andaj dohet me qëndru, dohet me duru, dohet me punu, me këshilu vlaun tanë, me thonë, bënë dasmen. Bënë dasmen, bënë shambull i mirë. Dhe edhe në kamet një mu. Për hatim edhe në tjere shambull. Ku është e keqa me nda burrat pe i grave? Po kena pra. Që po inkuadrojmë që mos na pret shumë në linje. Selam aleikum, përshëndetje. Wa aleikum selam. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, urdhënoni me pyetjen. Faleminderit shumë. Ndoshta më bëni një pyetje, kunota eme më ka thonë se është haram femna mi pre flak, femna muslimane. E unë se e di që femna që i prejnë flak ata pa shamia, që dalin më ndrejqe më bu për jashtë, a femnat me shamia më dhujnë në islam, se e di unë, nuk është haram i prej flak. Ka thonë nuk ka mirë mi prej flak, nuk haram o mi prej. E do shta është veç me ditë që të pytje. A je pe Francë ti? Po. Dita. Në rregull, faleminderit për telefonatën, i përshëndesim, selam aleikum. Vetë për telefonin të hitani në YouTube për me ndëgju. Në rregull, faleminderit për telefonatën, i përshëndesim. Aleikum selam ratullah. Në këmaj kanë këtë zao. Allah e rujtë këtë mëtër, po. Mire ka më të përgjigje. Shqeqa, femrat të cilat në parim, ulemat kanë diskutuar, kanë folë këtë mesele të këtë qethja, premja, shkortimi flakëve të femrës. Dhe shumica absolute, shumica ulemave, kanë thonë se në parim gruja dhe në lëshu flakë qështë, pyshja ka fali zoti. Por, me gjithate, shumë prej tyre, kur është qështë shkortimi flakëve, kanë thonë lejohet shkortimi flakëve të femrës, nëse është të martuar gjithmonë me lejen e burrit. Nëse është të pamartuar, është të drejtë e saj, s'ka nevojë me vetë kërkan. Por krejt kje, kur kanë folë ata për shkurtimin e flakëve, për zbukrimin e flakëve, gjithmonë kanë folër, apo kanë pas parasysh, kur gruaja është mblutë, dhe flakët që shkurtohen, zbukurohen, ngjyrosen tjerë, për para atyne që ka të drejtë me dalë pa shamim o atra. Për ndryshe, që është këtë zaman me kanë zanë ata, zamanin e sodit, la ilaha illallah,
Imagjinat e Aisha radiallahu anha, hadith është në Bukhari. Aisha thët, ajete ka gjë shumë as pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aisha thët, se kurse të kishte qenë pejgamberin këtë kohë gjallë, e me I pa gratë çfarë ndryshime kanë ba, nuk e kishte lanë me shku në xhami. Tanë, unë të shkru këtë ether, këtë gjurëm të Aishës, më ndejshëm vetë me vete. Aisha, po thëtë që shtu, kur vitet e 40-50 hijri. La ilaha illallah. Për qatë ku? E me pasin Aisha ma vanë, këtë sodit. Për pasin e Bahanife e ma Maliku e në këtë sodit. Se kemi selja, ceket edhe të këqështja e shkuare se grave në xhami me falë pas këtë namaz. Është një meselë atje, a preferohet me shku gruja me falë pas këtë namaz në xhami. Respektivisht a lejohet dhe preferohet, a ka ma shumë sevapa në gjëna. Tamam? Tani që të ceken, tek Hanefit për shambull, Hanefit e kanë, thojnë Hanefit, namazet e ditës bën me shku gratë vjetra plaka. Namazet e natës bën me shku edhe trejat. Sabah dhe njëtësi. Ta imagjinati, kur ka thënë bani vjen atë zaman edhe për xhami. Po të shërë ta këtë zaman që këshën thë. Kështë që pa dosh me marrë kohë, me prej flakt, nëse gruja e prej flakt me kërkesën e burrit, apo me pajtimin e burrit, apo burri jap lejet për gjithshme, që ku ne grave tona, se po qaj përzim në grave tona, shumica jonë, po typen po në vete se përzim, hështë atë bëjnë që ka dojnë, shumica jonë sot, shumica e popullës sot nuk I përzimet grave. Po. Për kemi telefonatin, ka drejmë, selamu alaikum. Aleikum selam. Urdhani. Të ishta mi abo nëse ka mundësi 2 pyetje hoxhës. Urdhani. Pyetja parë është, do me thonë për një shoqe, ajo nuk I falë 5 kohë namaz, ama I falë 3 kohë namaz. Do me thonë falët, edhe do me thonë bën dhikër. Unë e dëgjoj, do me thonë e një ato, dhe e thot ka 1000 herë në dite, Estakfirullah, edhe bën dhikër shumë. Edhe më ka përësit me pyet hoxhën, a I pranohet, a I dhikri sajna, do me thonë se nuk falet rregullisht. Do me thonë që kjo është pyetja e parë. Pyetja e dytë ma zama keq. Une po më vjen keq mas pari mu shprej, jena me burrin musliman. Unë kam problem hoq me burr shumë. Po maltreton psiqikisht. Të me thonë, unë nuk e kam kërkan hiq nga ana familjes tem. Najna fetar, është temperament, është nervoz, është njeri që une jo martu me ta, edhe a besani që une kur më thoj njerës, ullu bisedo me ta, zgjidhi problemet. Nuk ka shansa teorike une mu ull me burrin tem, me pi një kafe, edhe mi thonë, ajde ti falë, une po të ngoj ty mas pare, ti falë 1 orë, une po folli 10 minuta. Une folli për dardha, ai folli për kumla. Nuk t'len. Do me thonë, thjesht po më bën presion psiqik. Një dytën shka në venin tënë. Ka ndodhë raste kur u përla natën, u nervozu, qa po dionën 2 natës, më ka thonë del pri banise, shka ku dush. Ku me dalu hoxhën e me mbulis. Me më po halë ku në 2 natësa, edhe unë jam martu në qytet tjetër. Do me thonë e nuk e ka dert, a më fendan,
është me mjekër, falët, xhamatli i rregullt, namaz shkon e fal, edhe sabahin në xhami, me pa kështu, elhamdulillah, me tjerë. Me mu, Zoti hajër e boft, unë hoqë nuk po moj mu. Unë ja ku mu smu në psiqikisht, ja unë do në menajt me ta, me duru, me bësabër. Qfar po më këshillon këtë aspekt? Pyetjet janë të gjata, do të mërni pas pak përgjigjen motër. Po, qysh hoqja fasa? Ke fëmi? Jo, hoqë, s'kam fëmija dhe elhamdulillah në herë që s'kam. Rregull, faleminderit. Aleikum selam ratullah. Pyetja parë pra një shoqe që fal 3 kohë namaz, por bën dhikr. A pranon dhikrin me 3 kohë namaz në ditë? E të di që i kena 5. Të di që i kena 5. Wallahi, po bën mirë po thu. Të di që i kena 5. Është pak dispodia kam drejt me thonë është pak absurd apo pak në situatë në gjendje të tillë. Sa më rëko me thonë 1000 herë astaghfirullah, astaghfirullah. Sa më rëko. Minimum 5 minuta. Jo ma shumë se 5 minuta mërë. Apo? Jo, mërë. Po mi 5 minuta astaghfirullah, 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 astaghfirullah. E sa më rëko me folë një farz? 3 minuta. Pa ma letë me falë një farz, a më rajë si falë 1000 herë. Interesant e kjo punë. Që në kuptan, njerëzit, këta që rrëllojnë namazin, e laramojnë, nuk e kanë sa duhet të qartë rëndësinë e namazit. Nuk e kanë. Në ndë, nuk janë të vetë dishëm se për pak, veç për pak, mundën me humbë atë shumë, sa që krejt kemi heranë tokë. Për pak. Këta janë, nëse mund të sjellni krahëzim, sikurse ata që bëjnë maraton, atletik ose ku ta diun, ose më gjitë kodër nalt, dhe japin mund të kur të afrohet nga atë, ajo lodhë, pa në pëshan pak, e vazhdojnë. Për moment dëshpërohet brrr pje poshtë kaj. Ta që shke detja e numëru mu, jo se o këthim rapë. Nuk e një gara. Nuk e një gara. Se mare vla. Ajo pëjeve dishëm se sa fitove dhe i qëto, dhe për pak ka mundësi me rënu me humë që të kretë. Ajeve dishëm. Pastaj, të veç për edhin që namazi, ku ka i madhë, i rëndësishëm. Për falë 2 vakte, 3 vakte, 4 vakte, ose sabahin aksham. Pse nuk e bindë vetën me falë vaktet e tjera? Dhe çështja tjetër, e shaf se njeriu ka nevojë për disiplinë. Veç për disiplinë. Që ka për qëllim me programue jetën tane. Se për shembull në për puna. Krejt Evropa, 200 milion, sa shkojnë në Evropë në punë, për 100 milion punë shkojnë në Evropë. Asë një nuk mungon. Krejt me ko shkojnë, kanë disiplinë. Krejt me ko këthejhen, kanë disiplinë. Apo? Edhe namaz. Pse në gjimane falin njerëzit, që kanë disiplinë. Pse Ramazana gjërojnë krejt me graje, me burra, me thmije, me të sinoshe dhe të smutit jepin zërë me gjëroje, sepse kanë edukohet vetën, kanë disiplinë. Tak. Pse muslimon në qabët për shambull, në qabë, 2 milion muslimon. 2 milion muslimon. Për një herë, mas një njerit,
lidhen. O të mushet menja, frymë së marrim, bre? Të mushet menja, frymë nuk marrim. O disiplin. Apo? O disiplin. Pra njeriu pas ka mundësi me eduku vetë vetën, me disiplinu vetë vetën me diçka. Andaj, nuk e çështja që është e randë, por se ke eduku vetë vetën. Sa i që falë 5 triko namaz dhe 1000 herë thët la ilaha illallah, ose stakfirullah, pa në fakt, pa mërë kohë, për kushton kohë adhurimit Zotit, më gjatë më shumë se sa 5 kohë namaz. Por i mungon disiplina. Veç. A shaf që njëri ju ka nevoj ka në herë mja kujtu një një qetërit, disiplinëje, edukoje vetë vetën tande, o, muslimon, 5 kohë namaz, më që falë 6, pas 4, veç 5 faliti. Dhe këti erin kiamet. Ta shë e pranohet, as e pranohet, unë më do këtë edhe është përgjigjen, anë mëse njërin direkte. Rëziku është, kjo motër është në hajrit madhë, a mos të harran, se rëziku është, me shku deri nalë, edhe brrrr, mja po qash fort, me u pëndu ditin e kiametit, sa që nuk dhja i dhe lilaqë. Po vazhdo me pyetjen e dytë kësaj motrës. Kjo motra, nuk e di, në qyshtaj, po më duket më gjendje randë. Këto, kur të përdorim, të ka përthani farë Abdurrahman Marina, se e Rahman Amen s'ka, Abdurrahman Marina, to hini dreqë. Ndreshje madh është këtë. Ndreshje madh. E drejtë të nanë të na këtu. Ka drejtë plot, po tek mes tyne ka hini dreq. Këtu ka hini dreq. E ti, që më thonë e motër? Punën çështjen e pronën që është rand. Sepse me thonë dikujt në jam në një gjendje çast keq, sa që ka mundësi psikisht smuna, kjo është shumë rand. Tash të thënë që kam familjes tona skend. Ka që jene i burë të me shku të më këshëllutën e farhoqë dikon që ja donaj. E me thonë, dona që të mesele. Ngo mi që atë këta, nga me dhe mu dhe në fund me thonë hoqës të, po ti shaone qika jote, motra jote. Qa më kështë thonë ba? Ose po ti shtë kjo vlajt për nane për babë, qa kështë thonë? Po, sepse dhe djelu dhe të më thonë, dhe vlaznit më thonë, kja, po veç kje për të rrinë. E që ashtu është? Sigur se në të kundit, më thonë dhe motra veç këtë manë. Pasha, zotin të në meri të më të majtë kjo për të manë, se ju kanë qërru 2 syte për të manë. Të së meri të më të nejtë kjo, më të majtë kjo. Apo në të kundit të në, thonë veç ti për rrinë këtina. Se këtia se ditë nuk do të me nejtë. Ashtë e vërtet, mos të bëjmë temë, ashtë e vërtet se gratë këtë zaman i ka dalë guha dhe ka nërë për shkretojnë, ashtë e vërtet. Më kuptim matë thjeshtë, matë kontroluar, matë matën, për e te projnë. Ashtë e vërtet. Por ashtë e vërtet se burri ka hak ndaj grus, ashtë e vërtet. Ka hak ndaj grus. Ka hak në e grus. Allahu na ka obligu. Ke hak në e grus. Pra të grun, ose do të me majtë me të mirë, ose do të me nda me të mirë. Fjalla me të mirë, me torturëm, por ndaje. Ose me të mirë, ose ndaje me të mirë. Por mëse tortura, asa te e asa i ty. Andaj së pëdive për seris, në ashta, nëse të vjene me shku më konsultu dikon, mase është fetare djali. Po për me, tash me mjekër është namazli, së doa në falë në gjami. Ose njerëzi që fetare do të me kuptu, ku të thët dikush, që ke qështu nuk, në regull. Dhe ty zëtë një nëse nuk të pëlqen vërtet ajo, tu ja sajnë po mjekeq, por që ka më pëlqen. Të mi skena, është me mirë, dhe sa me torturu. Pse di, zote hajre baftë. Atëherë shkua për një shkëputje të shkurtër edhe pastaj për të vazhduar tutje me pjesën e dytë të këtij emisioni që ndronë me ne.
Pas blokut të marketingut, rikthehemi në studio për të vazhduar tutje me pjesën e dytë të emisionit Rruga Ndryshuar me profesor Dr. Shevqet Krasniqin, edhe me tutje linja telefonike është hapur për të gjithë ju që dëshironi të bëheni pjesë e këtij emisioni. Kemi telefonatën tjetër të radhës, inkuadrojmë, alo. Nëse po dëgjohemi, selam aleikum. Aleikum selam. Po, urdhënoni. Mas parti Allahu ja pranoft haxhin hoxhës. Amen. E na mundsoft edhe tjerëve që kem qef. Edhe i pata do pyetje për hoxhën nëse ban. Po, urdhënoni me pyetjet. Atëherë lutjet për të vdekurin, a muj me i bo vetëm namazin sunet, apo duhet patjetër me ko namazin nafile për me u lutë për shpirtin e të vdekunit. Edhe kam dëgju që sa herë lutesh për të vdekurin, ati i shkon si shpërblen si dritë në varë. Po tash që ajo dritë a ka jetë gjatë, apo shuhet mas një kohë caktume, apo e nxen drita dritën sa herë lutesh për ta. Pyetja tjetër është diçka për etehijatu lillahi këto kur ulem. Kam dëgju që është sikur bisedë mes pejgamberit edhe Allahut. Këto vargjet nëse mundet hoxha pak me na sqaru. Në rregull. Edhe tjetër, a është e domosdoshme me i fal namazet edhe sunetet bashkë nëse e kam kohën e kufizume, apo moj me fal farzin, me fal mazgjysore sunetin ose diqysh. Në rregull, faleminderit që bët pjesë e këtij emisioni. Selam aleikum. Faleminderit për kohën natën e Lutja për të vdekurin. Allah shpërblet. Sen e nice për fundit. Apo. Jo, nuk është kusht me falë në gjitazi, apo të ngjitura sunetin, farzën prapë sunet. Për shembull, sunetin e drekës, farzën drekës, sunetin e drekës. Nuk është kusht. E që do të thotë, mundi me falë sunetin e drekës kur të hyn koha, për shembull 21 ta me hyn koha, nuk e di sakt. Teknik këto. Po 21, 25, na një zakonisht e kena kështu. Po, tash në ora 1 falet dreka. Pra 21 se të në koha njëri ka avdes, ka qep me nejt princip edhe falë sunetin. Kalun 20 minuta, shkan xhami e falë dreken. Ose e pret dikend. Ose e pret tjerë të marrë avdes në për shtëpia, në për familjen, në për familje, këqot ka avdes e falë sunetin, ullet pret baki gjithësore ditë marrë avdes e një 4-5-6 veta tjerë. Tamam. Ose e falë farzin, e pasaj qohet, që ku veçantit e granimi, të cilat kanë punë nga një herë me kuzhine, me buke, me fëmije, me punë shtëpisë, sigur gratë, dhe nuk ka kohë me një herë me falë sunetin, i kryndën punë një herë, e pastaj janë se falë sunetin, e që mund të kalën gjysë ore, një orë. Kajtë kënë regullë, s'ka sen të keqe. Çështja tjetër, për punën e tehijatit, bisedë pejgamberit Allahut, këto nuk është çështje jonja kjo, këto janë gajbijate. Pejgamberi ka vdekë, sallallahu alaihi wasallam, dhe ne nuk themi se pejgamberi për së vdekur i bën laf me Allahun azza wa jall, nuk themi ne ashtu. Sikur se sufit ekstrem të cilët thonë, dhe disa tarikate tjerë nuk themi ne. Por themi se tehijati është tehijat. Tehijati vje për shëndetje. Tehijati është për shëndetje. është për shëndetje. Tahiyatu lillah, për shëndetje. Madhit Allah. O salavat. Salavat anë i qojmë pejgamberit. Sallallahu aleyhi wa sallam. Salam i qojmë edhe vetë vetës tonë. Me laqeve të Allahut, muslimanve, përshëndetje, të jatë është përshëndetje. Dhe pas taj themi shahadetin. Andaj nuk hini në ato mesele me thani jo i besede Allahut janë, është selam, përshëndetjet, madhet Allah, të dërguarit Allahut, të barek u ta'ala, salavat, selam pejgamberi sallallahu alaihi sallam, rëbët Allahut sinqert, edhe pas e bim shahadet. Dhe tani që bim salavat prap, salati veçan pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Të çështja të vdekurve, ne ku lutem për të vdekurit. Të vdekurve
lutjet tona, inshallah, se së thejmë 100% çdo lutje, por lutjet e cilat i pranon Zoti, përfitojnë të vdekurit prej tyne. Kjo është shprehja më e mirë, përfitojnë të vdekurit prej tyne. Kjo, përfitojnë të vdekurit prej tyne, ka mundësi përfitojnë të vdekurit gjatë jetës në varreza, ka mundësi përfitojnë prej tyne në ditën e Kiametit kur dalin para Zotit. Ka mundësi në këtë sot është në varreza, e gjeni lehtësim, shkak lutjeve, shkak sadokaje, shkak të mirave që i bën e vladi e afërm për të afërmin, ka mundësi, asgjë nuk vren, desa del në ditë Kiametit para Allahut. Kur del ditë Kiametit para Allahut, sa është ditë që dalin sekretet në shesh. Tash, pjesë sekreteve është që ka bën ti për mu. Që luti për mu, në nuk e di, Zoti e din. Por ti shka ka respekt që ke pas ndaj meje, si shok, si hoq, ose si vlla, ose si evlad për nanën tane, për babën, ti bën një punë të madhe të mirë, që është lutje, doa, bën haxhin, umren, sadaka rrjedhëse, punë të hajrit, për hatër të nanës, të babës. Ku din e nërë? Po e din Zoti, ditë Kiametit del pa, dhe shes sevapet e mëdha, edhe pyet o Zoti jam, që tu nuk jam pej krahëve të mi, pej njerëzit tam. E vërtet, por jam pej djalit tan. Që ke lanë vladin e hajrit. Kjo është në pikat përgjithshme. Nërsa të themi në pika më të veçanta, se i shkon drite pa drite, këte nuk kemi argumente kështu. Thash, për në vjetë për gjithshme, ka mundësi dhe as pak nuk preshtohet mundësia që me lutjet tona të letësohet jeta ati në varreza. Për shambull, ku lutemi një drejt për së dëriti për varreza, për jetën varreza, dhe është mirë, ku lutem për prindët tanë, o Zoti jonë. Ndërqaja varën prindërve të mi. Thashëm për lutna për varë. Ndërqaja varën prindërve të mi. E prindërve të mi. E prindërve të mi. Të gjitha atyre muslimanëve dhe muslimanëve, nëse në shti dhe vlanë të em këto, dhe të gjitha atyre muslimanëve dhe muslimanëve, të cilët kanë besu Zotin hak, pejgamberin hak, Koranin hak, dhe kanë vdek me këti ma. Përpiqem këtë dua të bëj çdo ditë pas namazit e sabahat, kur të bëj dhikr. Allahumma ij'al min bayni yadayya nuran, wa min khalfi nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran. Allahumma ij'al fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa fi qalbi nuran, wa fi qabri nuran. O Zot, bëma syrin nuri, veshin nuri, të folurit nuri, zemrën nuri, bëma dhe vorrin me nuri. Pra ma ndërqa. E kur të lutna pastaj për vete, automatikisht mi bjen dërmend për varën e prindërve të mi. Dhe lutna për varët e tyne, për jetën e tyne në varreza. Dhe kështu musliman të luten, kur ose kur shkojmë japëm selam të vdekurve tanë, ose kur bojmë dua natën, ose ditën, ose namaz natë. O Zoti jonë, letëseja vjetën varreza ty në vdekurve tanë, ja Rabbel Alamin. O Allah, praneja veprat e mira, ve falja gjënahat, zgjaroja vorrin, ndryqeja vorrin, letëseja jetën varreza, ja Rabbel Alamin. Pra, po bëjmë dua për me e aletu Zoti jetën varreza. Qëto raste me emër të Allahut Azza wa Jall, atë ai përfiton, nëse Allah neve na i pranon. Tamam? Po. Po marrim telefonatën tjetër. Selam aleikum.
Selam, e kam një pyetje për Hoxhën, Urnani. edhe du një këshillë për ti. Është pyetja pak se e komplikune, po inshallah e kupton. Unë jetoj në Perëndim që 20 vjet edhe punoj me një shkollë që 8 vjet. Është shkollë katolike edhe jam aty si ndihmëse e mësuesës. Po kisha desh me dit një këshillë pi Hoxhës, a i kam ato pare halal që punojnë atë shkollë, sepse aty në atë shkollë i bojnë lutjet në mëngjes edhe në mbrëmje. Nuk ju lutën Zotit, po ju lutën Jezu Krishtit. Edhe diqysh non-stop ata kur t'i bojnë ato lutje në mëngjes edhe në mbrëmje, unë e dal prej klasës krejt, edhe e tham shahadetin edhe i kërkoj Zotit falje, tham Zot më fal që unë jam këtë rast këto edhe pindëgjoj këta të i bo këto lutje, edhe s'di nuk muj me një vetën rahat. E ma herët kur kum punuar orë gjatë aty, edhe kum pas mundësin edhe më shku me fal, ma kanë leju më shku më fal, kum hin atë dhomën, po aty në dhomë ka pas kryqa, ka pas në tokë të shtrume si kasht, unë o desht me largu atë kasht, o desht me largu ata kryqa, edhe me bo venin aty unë për më fal, ku më këthy ka kibla. Po non stop, sa jam fal, diqysh nuk e kum një vetën edhe mirë, edhe prap teshat, kur i kthesha në shtëpi teshat e fal, mës ju vardh ke një farere sire, kashtë sire, ju e mirë, non stop i lajsha, po vishdeshta me dit një këshill pi Hoxhës, a i kam ato pare halal, apo më do të më ndrovenin e punës. Çka mësojnë shkolla atë? Fëmija aty zhvillot mësimi normal, sikur në shkolla tjera, po po është shkollë katolike, i kanë ata bustat, e kanë ata që shitojnë këta Mariën, e kanë Jezusin, i kanë gjitha ato. Në rregull, do të merrni pas pak përgjigjen. Faleminderit, natën e mirë. Faleminderit shumë, ma bani halal, inshallah Hoxha kam me kuptu që kam desh në thamë. Pyetja është e qartë, besoj. Faleminderit, selam aleikum. Faleminderit shumë. Hoxha kuptoj se që Kemi edhe në Kosovë kësi shkolla na. Kemi edhe në Kosovë kësi shkolla. Kemi edhe në Kosovë kësi shkolla, ka, fatkeqësisht. Kështu mësojnë bitë muslimanëve. Neve në parem, në interesant që ka mësohet në shkollë. Për ata e pyeta që ka mësohet në shkollë. Nëse shkolla e përgjithshme, shkolla e përgjithshme, edhe të nuk je e involvuar, apo e involvuar, e kyqër drejt për së drejti, në rritet fetare të cilat i bëjnë pjestartë, edhtartë e feve të tjera, atëherë, inshallah ta'ala, nuk e kja dinar haram që e mërë. Lekum dinukum, o li e dina, të kanë fejnë e vetën, e kena fejnë tonë. Se për këtë namazit, në përvendet faltorët e tyne, që bje se një kishë improvizuar për ta, bërë më falë. Nëse nuk ke vend tjetër, mërë se gjade, ose një tesh qare dhe shtran, dhe faleshën të nuk ka dërtë. Nuk ka dërtë. Për dere sa e ketë vetë me qatë mundësi, bërë më falë. Edhe nëse ka atë, gjërat të cilat për neve muslimanëve janë shirk, apo kufër, bërë më falë. Allahu të rujtë. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Selamu aleikum. Aleikum selam, një mroma ty edhe Hoxhës. Po, urdhani me pyetjet. Ju përshëndes. Faleminderit. Jam lidh para një muaji gjysmë me ju dhe kam folur për një sataka, për migjen, edhe jam qua një foto, e ata manetin, që i thash Hoxhës e kum kry për migjen në Afrikë, e kum marru atë bonorin. Po ata që me tha Hoxhës, nëse ki mundësi, mi bon një lutje për, me mu pranu kjo së dhe ka. Allah e ta pranoft, inshallah, ja Rabbil Alamin. Ta qua dhe fotën me emnin e migjes, e këtë grus migjes me gjithë gru që e kum bon, po e kam dërmjant edhe një miqela të ku të këmë thonë, veç pak ma dhe. Në rregull, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim, selam aleikum. Faleminderit e respekt. Unë kom harru, sepse ke pat sa mujë para 2 mujve, tha. Po dhe por, në vija trasha për di që i ka pyet dikush për punën e bënarave, të pusave të tjera tje, se sa da ka rrjedhë, se në rregull është e punë. E ta shkuat qenë këtë fotografin të këtë qenë zahre qenë në sëdjet të djemë këto.
Po ne nga do fotografia, sen sepse... Mjafton. Po më rëndësisht, inshallah Zoti ja ka pranu, pusat janë sadaka xharie, sadaka rrjedhëse, bonari, qeshme, sadaka rrjedhëse shumë e rëndësishme. Allah e pranoj këtë. Amin. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Selamu alaikum. Aleikum selam. Urdhani. Apo në di pyetje? Po urdhani me pyetjet? Unë kam flok të shkurtë, jam kon haç. A ka mos jo me mlune, po a jam gjina? Edhe herë? Flok të shkurta jam kon haç. Po flok të shkurtë jam kon haç. Jo me mlune, a jam gjina shka kam flok të shkurta? Rregull, pyetja poshtë e qartë. Pyetja e dytë. Pyetje ditë, kemi bajnën me ti, po marrëm avdes, po ka një gjam ati, a është gjina me marrë avdes e ti bajnë? Edhe herë pyetjen e dytë nëse ka mundësi. Bajnë po marrëm avdes. E qartë, po. A është gjina se sholja është ati? E qartë. Faleminderit shumë për telefonatën. Selam aleikum. Selam aleikum. Selam. Duke tani Allah të pasë nga pranë tetova. haxhin, e në rregull është, dyja që në rregull, edhe para dhe dyta. E nuk është gjëna marrë avdes në banja, vetëm se nena për banjet tona bashkohore të cilat i kemi, nuk e përmendim emrin e Allahut aty. Pra nuk themi Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah, nuk e përmendim emrin e Allahut Azza wa Jall, por marrëm abdes, në niyetin tonë kena që po marrëm abdes edhe kaq. Në rregull. Nuk ka drejt telefonatën tjetër. Selamu aleikum. Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Pyetja ime kishte me qenë, unë kam pak problem me nonën tem. Nonës time i pengon shumë, do me thonë, unë jam e mbulume dhe i pengon mbulesa ime, unë që 8 vite jam e mbulume, dhe asoj halos ka mujtë mu adoptu dhe vazhdimisht shumë do me thonë kam vështirësi me ta. Sa mendoj që nashta i ka kalue ose tolerohu saj, po apet sa apet ajo vazhdimisht do me thonë shumë ma vërqërësën jetin. A falet nona? Jo, as nuk falet edhe kur do me thonë nuk falet edhe e beson Zotin, por dynjan tjetër ato është pyetje, herë thot kështu, herë ashtu, nuk është e bindne, do me thonë nuk është e sigurt, a ka, a s'ka, ama do me thonë shumë. Baba më kanë tru jetra me tia. Kam një vlla dhe një motrë edhe ata më kanë largue, vetëm për këtë aspekt, e unë mërzitna shumë, nuk e di vetëm për që të punë, edhe pyetja im kishte me qenë, nuk e di, ata me të vërtet nuk janë largë meje, mirë po nuk vinës, nuk më thirrnës. E ti më kanë jetan, veç me nonëna? Jo, unë jetoj me familjen time, me burrë dhe me fëmijë. Elhamdulillah. Unë jam e martuar. Po ka dhe se në tranërove, thash zaherëm, e ki veç me nonën për qesin se ka kena... Jo, unë jam e martuar, unë jam 40 vjeqe, unë kam 4 fëmijë, mirë po unë e mërzitna shumë se jam një njeri shumë familjar edhe do me thonë unë s'kum ndryshu asen përveç që mundona më bona ashta edhe ma mirë, mirë po ata nuk e akceptojnë, nuk e kuptojnë. Rregull, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim, sepse jemi në fund të emisionit. Po hoxh. Gjëna i Zotit. Gjëna i Zotit. Me bo presion e vladit, kur është në rrugë të Zotit, me bo tërë me këthi në rrugë dreqit, kje ka bëva ki në gjahiljet në kohën kër e ka në meke muslimant. Ka bëva ki. A më tash këtë kohë, kur në parim, e di nanat e baba, se vladis vetë heq. Me bo mjë tek, e se që vëtë sabah Allah i ndërov, del t'jush të teket. Vesh e desh. Qysh të teket del, edhe thëtë më s'pëlqef të më së më këqërë. Ose thëtë jone më shërritën bëj qka duhe, se mi lirë bëj qka duhe tjerë. Në këtë zaman, me bëtë tërë me ngre qiken, për rrugës Zotit, me që në rrugë dreqit, për ata në pyta falet. Sepse në njeri cilë që të krytë në seshde, një njeri që besën Zotin hak, a di më që do më thonë me besu Zotin hak. A di më që do më thonë me besu ditin i kiametit hak. Nuk është besimi në ditin i kiametit thjesht fjalë goje.
Nuk është besimin e ditën kiametit thjesht një ide, një mendim, një ndjenjë e cila të vjen në mendje dhe kalon. Besimin ditën kiametit do të thotë njeriu ta ketë të qartë, më të qartë se sa diellin e mesditë, dhe sa hana kora 15, se ashtu siç kemi lindur dhe siç jemi ne sot ne jemi. Nesër do dalëm para të madhit të Zot. Dhe se çdo sen që ke vepruar në këtë dynja, ke për të llogaritur. Dhe sa atje ka xhenet dhe ka xhehenem. O ju njerëz. O ju njerëz. Mesatarja e jetës këtë dynja është 60 deri në 70, mesatarja. Jeta në varrez është me mira vite. Jeta në kiamet është e përhershme. Mati senet. Mati peshej senet me qatë tru në të pënuft. Fëtë në funksion qatë tru. Se nga njëherë dhe shumë herë ma mirë se pas tru hiq. Me kanë pa ta. Me kanë pa men. 60-70 vjetë mesatarja e jetës e njeriu të këtë dynja. E jetës në vërreza gjatë me mira vite. E jetës ditën e kiametit pa fund. E përhershme. Andaj të nderuar, elhamdulillah që Allah të ka udhëzu. E ki familjen tënde, mendova që ki presion për nanës e për vllaznive për qesën sakak. Mundohu fokusohu në maksimum. Me fola asaj nanën tanë, asaj nanën tane, e të përqafu, e të ledhatu, e me letësim dhënoj nanë. Shamia jam është çështje e kryer. Ama qika jote e që jam pjesë e zemrës tane. Dëshiren më të madhe në dënja të kam me kanë të muslimane, se të nuk je muslimane. Jo, nënë. Oj, nënë më nëzanë deka qështu. As të krymë pun lutja jam, as të krymë pun daja. Dëshën ditë kiametit, robi. Atëherë dëshën ke dinën. Njeriu i cili dëshën në ditën e kiametit, ai dëshën në ekzistimin e krijuesit. Por mohimi i ekzistimit të krijuesit nga ana logjike është shumë e rëndë dhe më e pakapshme se sa ditës e kiametit. Thuaj ndryshe, dëqysh i duket njeriu më e lehtë me mendu ditën e kiametit, me mohu ditën e kiametit, se sa me mohu krijuesin. Nga se me krijuesin çdo sen që sheh për ditë 24 orë e ndjen, e lidh. Çdo sen. Çdo sen. Dhe se fëmijën e vegjël nuk mund i bind. Fëmijën e vegjël nuk mund i bind. As njerëzit e feve tjera, anë pse kanë fe të devijuara, nuk mund i bind. Por për botën tjetër, por propse për ekzistimin të madh të Zot, por subhanallah. Andaj të fokusohu le mërzin tënde, këto dy fjalë. Le të mërzin tënde se s'po më dojnë. Ti do të më mërzit pse nana pse nana nuk po udhëzohet, pse nana ka qenë kryesore, se nana që gjendje me nxam vdekja, pasha Zotin s'ka ku shkon mirja jo mirja për shpirtin e vet. Kaq. Kemi telefonatën e fundit të regjia, apo? Ka ikur, atëre kemi një pyetje të fundit, shkurt, për thotë, selam aleikum, a pranohet namazin nëse nuk e thu duan e fundit në tehejat, veç drejt tek selavatet? Po, plotësisht, pasi problem. Po. Tërhoxh me kaq po përmbyllim emisionin për sonte, faleminderit. Faleminderit. Të nderuar miq, kaq për këtë emision, takohemi herat e tjera dhe atëherë më mbetshim me programet në vazhdim në RTI. Selam aleikum.